Kandidatja socialiste për Bashkinë e Vlorës, Brunilda Mersini, ka ushtruar të drejtën e votës në zgjedhjet e pjesëshme lokale. Ajo u bëri thirrje qytetarëve të Vlorës të votojnë me zemër, mendje dhe përgjegjësi qytetare për të mirën e qytetit. Pas votimit, Mersini shprehu kënaqësinë për pjesëmarrjen në votim dhe falenderoi qytetarët për mbështetjen e tyre. Shënuar jo vetëm për mua personalisht që kandidoi si e para grua në siglën e një parti socialiste, një grua që e ndjek ritmin e qytetit, energjinë e tij, njeh njerëzit e qytetit edhe ka përkushtimin ndaj njerëzve, por më e rëndësishme se mua, kjo ditë është për qytetin, për qytetarët e Vlorës që kanë treguar gjithmonë kulturë demokratike, përgjegjësi qytetare ditën e zgjedhjeve. Uroj që ata sot votojnë me zemër, me mendje dhe me përgjegjësi qytetare, për më të mirën e Vlorës. Mendoj që pjesëmarrja është shumë e mirë, sepse ne ndjekim ritmin e pjesëmarrjes nëpërmjet interpretimit të KQZ-s dhe jemi të kënaqur me pjesëmarrjen. I pyetur për pjesëmarrjen e ulët në votime dhe se sa beson tek fitoria e tij, Dionis Sota, kandidati i pavarur me mbështetje nga Partia Demokratike, u shpreh me besim të plotë tek fitoria dhe tha se u bë thirrje të gjithë qytetarëve vlonjat të shprehin vullnetin e tyre të lirë me votë për të ndryshuar të ardhmen e qytetit. Po, faleminderit për interesimin. Sot është një ditë feste për gjithë qytetarët e Vlorës. Sot janë vetë qytetarët e Vlorës sovrani i qytetit të tyre dhe i ftoj që të gjithë që të vinë të votojnë dhe të zgjedhin djalin e tyre, opsionin e tyre më të mirë të qytetit të Vlorës për të gjitha problematikat që të gjithë i njohim. Sot është detyrim i të gjithë qytetarëve që mos a lëm votën, që të fleri në sirtarin e shtëpisë apo në dhomën e pritjes apo të kafenes së lagjes. Unë i ftoj që të gjithë që të vinë, që të votojnë, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për qytetin dhe për të ardhmen dhe për zhvillimin e qytetit të tyre. Zotëta, keni diçka të thënë për pjesëmarrjen e votuesve të cilat duhet pak e vakte deri në këtë moment? Historikisht, ju siç e dini, historikisht Vlora ka qenë me një pjesëmarrje të ulët. Unë pikërisht për këtë e bëj ftesën që të vinë që të gjithë qytetarët, sepse shpeshherë më pastaj janë ato diskutimet që i kemi në përditshmërinë tonë, edhe ato nuk kanë më vlerë. Të gjitha diskutimet që ne bëjmë në tavolinat me gjithë miqtë dhe shokët tanë, unë prandaj u bëj thirrje që të gjithëve, është momenti, është koha për të bërë një ndryshim rrënjësor dhe Vlora të marrë dhe të ketë një pjesëmarrje jashtëzakonisht shumë të lartë dhe unë i ftoj sinqerisht, ju lutem, ejani, çoni, shpenzoni 10 minuta të jetës suaj për të ardhmen e qytetit të Vlorës, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Ne këtu jemi ofruar për ju dhe unë personalisht premtoj maksimumin tim për të ardhmen dhe zhvillimin e qytetit të Vlorës. Si po procesi deri në këtë moment, keni pasur probleme, keni raportime për probleme vëmesa? Deri në këto momente nuk ka ndonjë problem për sa i përket zgjedhjeve dhe KQZ-ve apo kutive të votimit, por ka një problem të vetëm, të cilin e kam bërë dhe denoncim në statusin tim, është një faqe në rrjetet sociale e cila ka shkelur në mënyrë flagrante ligjin për heshtjen zgjedhore dhe i bëj thirrje dhe i them që të bëjnë kujdes, sepse ne nuk do të lëmë asgjë dhe ju e dini edhe nga aktivitetet e mia shoqërisë civile që unë nuk lë asgjë pa denoncuar, sidomos një rast si ky. Çfarë faqe është? Faqja Vlora. Sa besoni sot zoti Sota tek fitoria? Jashtëzakonisht shumë. Ju e dini, ju jeni bashkëushtarët e mi në çdo nisëm të shoqërisë civile që unë gjithçka që e nis shumë seriozisht dhe i vë maksimumin e forcave, të energjive dhe të gjithë njojtjeve dhe të shoqërisë time, e cila sot është në nivelet e impenjimit maksimal për të arritur një fitore jashtëzakonisht të madhe për qytetin e Vlorës. Prandaj u bëj thirrje edhe një herë, ju lutem me dorë në zëmër, ejani, mos e neglizhoni sepse është dita juaj e Vlorës sot. Ismail Mahilaj nga Novosela e Vlorës është 90 vjeçari që nuk ka munguar në asnjë zgjedhje. Ai ka deklaruar se është i drejtuar gjithmonë te kutitë e votimit, ashtu siç bëri edhe sot. Mahilaj ka deklaruar se ka qenë korrekt, duke e konsideruar procesin e votimit shumë të rëndësishëm. Ke votuar në çdo zgjedhje? Ke votuar gjithmonë? Ka votuar. Ja, korrekt me ligjet. S'ka votuar. Duhet të votuar sot, duhet të votojnë njerëzit. S'ka kuptim po që votojnë. Shteti dhe shtetin e tia. Apo jo? Duhet të funksionoj.
kaq.